në studio, miq të dashur, në këtë transmetim të drejt për drejt, sikurse ju thashë pak më parë, miku ynë në studio që është tashmë prezent, është vërtet i veçantë sepse është brenda familjes. Të paktën kështu të doja ta quaj zotin Ertil Agalliu, mirë se vjen në studion Ertil. Herët në mëngjes dhe faleminderit që pavarësisht aktivitetit të gjatë gjithë ditës në media në Ora News, Ertili sot të zgjuar herët vetëm për ne. Mirë se vjen. Faleminderit, unë herët zgjohem pak. Pa diskutim se puna juaj fillon kështu. Sepse në Ertilin, të cilin e shihni masivisht prezent në ekranin e Ora News, ka edhe një tjetër profil të rëndësishëm që angazhon pjesën më të madhe të kohës si në drejtor prodhimi në ekranin e Ora News. Besoj se kjo gjë kërkon një përkushtim maksimal për te ekranit, apo jo, Ertil? Kjo është detyrë shumë e vështirë, por është e bukur sepse arri pothuajse gjatë gjithë kohës je i lidhur me televizionin. Pothuajse orët më të mëdha të jetës ne i kalojmë në televizion, jo në ekran, kuptohet, sepse janë të ndara, por në godinë e televizionit ka shumë punë të ndryshme, edhe atëherë kur njerëzit nuk shohin gjë në ekran, kjo nuk do të thotë se nuk punohet. Absolutisht jo, është stafi i cili investon. Vazhdon si në sezonin veror, ashtu dhe në sezonin dimëror, pra siç ishte edhe ndrimi i viteve. Gjithsesi është një punë e bukur që sjell kënaqësi, sjell emocion, ka të stresin e vet, por në fund kur shikon një stela në ekran apo dikë tjetër që ti punon, produktin është gjë e tënd bukur. Ja, është i të gjithëve, por që është një gjë e bukur sepse është diçka që ti ke arritur të punosh, të bashkëpunosh me stafin që ke, dhe në fund fare nxjerr një prodhim, dhe kur merr atë feedbackun, kjo është gjëja më e bukur që mund ndodhi njeriu. Aq më tepër në botën e ashpër mediatike, apo jo, ku dihet që në një farë mënyrë konkurenca, nëse shohim të gjithë mediat në raport me njëra tjetrën, kërkojnë që secili aq më tepër në rolin tënd, ku ke të bësh drejt për drejti me prodhimin, kërkon produktivitet në mënyrë të vazhdueshme për të sjellë më të mirën e mundshme, apo jo që të duket në publik. Fal Zotit që kemi filluar të kemi konkurrencë, dhe kjo është gjë shumë e mirë, sepse konkurenca na motivon më shumë, na ndihmon të ecim përpara. Presidenti i Ora Newsit, që është njëkohësisht dhe presidenti i Çanulluanit, zoti Ndroqi, thotë që konkurrencën unë e kam me veten, dhe tani Ora Newsi konkurrencën e kam me Çanulluanit. Çfarë thua Ertil, jo, nuk do ta besoja dot. Sigurisht diçka të tillë, pavarësisht se të gjithë mundohen në dy media me koncepte të ndryshme deri diku, duhet thënë, për të sjellë më të mirën në ekran. Ora News, deri pak kohë më parë, kemi vënë re që dhe vazhdon të jetë kryesisht informativ, pra bazuar pikërisht tek lajmet, tek ngjarjet dhe zhvillimi më të fundit, të parët për lajmin e fundit, apo jo dhe slogani i kësaj mediaje. Sigurisht, u konceptua si një ekran informativ, vazhdon të jetë një ekran informativ, pas një mbledhje të bordit dhe një propozimi që vetë presidenti zoti Ndroqi bëri, sigurisht duke u nisur nga kërkesat e publikut, u bën goxha investime sa dy fishe atyre që ishin bërë në fillim për ta kthyer sidomos orarët e mbrëmjes, hapjen e ekranit në 100% në një format që nga ora 19 deri në orën 24:25 minuta, që është pra fasha e fundit e emisioneve. Që nga tetori i 2012-ës, shikuesit e Ora News shohin çdo mbrëmje në të dyja fashet kryesore, në prime time në orën 21 dhe në orën 23. Madje mua më pëlqen, ose shpesh e them që prime time për mua është ora 23. Dhe ne kemi nga e hëna në të enjte natën vonë me Jonida Shehu, me Jonidën, kemi pastaj të premten Xhamavy me Mustafa Nanën, me mënyrën se si Muçi i sjell personazhet. Me një koncept totalisht ndryshe. Dhe të shtunën kemi Ora Kultur, të dielën është emisioni i sportit, ku shohin Ertilit me Xhesin. Është një konceptuar një super studio multifunksionale për herë të parë në Shqipëri, por në mediat ballkanike me aq sa di unë. Dhe vërtet ora 23 në Ora News është kthyer në një prej orareve më të ndjekura, sepse feedbacku është shumë i madh. E në fakt këto mund ta shoh dhe ta prek publiku çdo mbrëmje dhe çdo ditë, teksa është shikuesi rregullt i Ora Newsit. Sikurse ti e the, koncepti i fillimit të Ora News ka qenë dedikuar totalisht ku një pjesë e rëndësishme vazhdon ende të jetë informacionit. Jam kurioze të di dhe publiku ndoshta ka pyetur ç'ne ky ndryshim dhe kjo platformë e re që erdhi pikërisht në këtë sezon të ri, ku imazhe shumë të reja dhe mjaft mirat ekraneve shqiptare ju bashkuan formatit të Ora Newsit. Jo, kjo prandaj thash konkurenca, kjo është një gjë shumë e bukur.
Ora Newsi më herët se sa kaq u mori një vendim shumë madhor. Pra, ku zoti Ndroqi mori vendimin ta kaloj televizionin 24 orë live. Një sfidë shumë e madhe dhe një përkushtim maksimal për jetën e vërtetës. E mori këtë vendim askush se besonte, askush se besoja, sepse ideja ishte si do rrim 24 orë live, sepse kërkon prodhim. E vërtet. Por u arrit dhe u bë që 24 orë live. Po ti shohësh sot gjithë programet e Ora Newsit janë të gjitha live. Ajsa unë po shoh që edhe Channel One ka filluar të ketë pothuajse të gjitha live, që janë emisione, nuk ka asgjë me regjistrim. Dhe një miku joni i përbashkët tha si nuk bëni regjistrime, të gjithë punojnë me regjistrime, i kanë gati e kështu. Edhe ka qenë një përgjigje që ka dhënë edhe presidenti, duke i thënë që në Ora News gjithë punojnë live, nuk din punojnë me regjistrim se i kap emocion. Edhe kjo është e vërtetë, të kap emocionin në momentin që ti mësohesh me përballjen me live. Jo, janë mësuar live, kemi një staf mbrekullueshëm, cilët punojnë pa ndërprerje, cilët imagjinojnë emisionin mëngjesi, duhet çosh në orën 6, punojnë shumë veta për të nxjerrën në ekran ato që ne shohim në çdo mëngjes. Pra janë transmetimet live që Ora Newsi ka arritur ti përcjell, madje gjithë po ti shohësh gjithë qytetarët tonë ka një ngjarje çoni te Ora Newsi sepse jep live. Dhe është vërtet. Absolutisht, nëse referohemi live nuk ka dyshim. Ishim live nga Durrësi, jemi live në qytetet më të mëdha të vendit, a ka më bukur se dje kishte rënë Borë në Korçë për shkakun dhe ne ishim live nga Korça. Sigur ta kishim Korçën në kryeqytet. Dhe surprizat nuk kanë mbaruar, zgjedhjet e këtij viti në Shqipëri, ashtu siç janë mbuluar në mënyrë spektakolare nga Ora News. E vërtet. Këtë ka një tjetër projekt, po që s'm takon mua të them, po që është. E kemi folur fakt në studio me zotin Patrik Sadika i përsa i përket situatës parazgjedhore. Është një projekt madhështor vërtet për zgjedhjet, një projekt pilot që do ketë sondazhe paraprake, siç Ora News ka ditur të bëj para disa vitesh. Kishim një kontratë me një kompani të madhe italiane të sondazheve që ka bërë dhe sondazhet e qeverive të kaluara italiane që nga Berlusconi e tjerë, dhe që doli në 2009 spektakolar në Shqipëri me imazh gabimi 2.5% që ashtu doli, dhe ishte më i besueshëm, këtë herë do jetë më spektakolar dhe do ketë gjithçka në mënyrë të shpejtë, do jemi live edhe atje ku nuk mundëm dot, pra edhe në Himar do jemi live. Ora News kudo në shtëpitë tua, jo vetëm nëpërmjet ekranit, por nëpërmjet stafit. Do jemi live nga momenti, pra kur të votohet, sepse është një projekt i cili ka muaj që ka nisur dhe jam i bindur që para 23 qershori do finalizohet. E shoh që është pompos që nga mënyra jote teksa e pasqyron për publikun. Folëm këto çaste para për një pozicion që ti duke që e dashuron shumë, të qenurit brenda prodhimit, nga pasioni që ti flet. Megjithatë, një ndër pasionet tua të hershme dhe atë që publiku ka mundur të shoh në mënyrë të vazhdueshme është të qenurit gazetar sportiv, një gjë që ti vazhdon të ushqej tashmë emocionalisht edhe me emisionin tonë sportiv të dielave mbrëmje. Ka qenë një ëndër për një studio të tillë sportive, është një ndër studiot më të mira, jo më të mira, por është e vetmja në Shqipëri në mënyrën se si është konceptuar. Kemi sjellë një format krejt ndryshe, duke u përshtatur, kuptohet, televizioneve italiane, por edhe televizioneve të huaja në formatet sportive. Ka çdo javë të ftuar special, aq sa në fillimet e mia e kisha shumë të vështirë Stela që jo të vinin të ftuarit, jo kështu. Sa të konsolidoi emisionin? Kurse sot të ftuarit janë ata të cilët marrin vetë telefon tani. Dhe thonë, duhet jem dhe unë aty tek ajo studio. Gjithsesi jam i kënaqur, kam një bashkëpunëtore e cila ka merita shumë të mëdha. Gjesi ka arritur të përshtatet me sportin. Përveç se një vajzë e bukur, gjithashtu edhe një vajzë e përshtatur një të mirë me sportin. Jo, Gjesi ka arritur të ketë të dyja. Të gjitha, pra këtë po them. Është e bukur si që tonë ju, pra nuk është thjesht një imazh mediatik, por është vërtet mjaft e apasionuar ndaj sportit dhe ka atë pjesën e vet, cilën e bën shumë mirë. Edhe falte e kjo, sepse është më rëndësishme për një femër teksa përfshihet në një format sportiv për kraja maskullore gjithmonë. Jo, ka filluar ta dashurohet profesionin. Në momentin që ti e dashuron pra profesionin, arrin të bësh më të mirën. Siç mund ta bëni ju, për shembull, unë shoh që ju s'keni pyetje, unë se dija se çfarë do të pyes. Se çfarë biseda, aq më tepër që më pëlqejnë bisedat konfidenciale, sidomos me individ të cilët do t'rregojnë paksa nga eksperjenca profesionale por dhe ajo personale. Sa vite u bën që ti merresh në mënyrë intensive në rrethim me sportin? Me sportin kam 6 vjet, 7 vjet, 7 vjet, gjithsesi 6 vjet janë Ora News. Në mënyrë intensive me një orar që ndoshta
për disa të moshës time, jo për modesti, nuk besoj se do të punonin kështu, por jam shumë i kënaqur. Ke qenë i përfshirë që në fillim? Po, sepse kam punuar në mënyrë intensive, po thuaj se pa orar, por u mësova me ritmin e punës dhe kur ti në fund ditës bën një bilanc vetjak dhe shikojnë që disa gjëra e ke bërë mirë. Kuptohet, jo të gjithë gjërat bëhen mirë. Sigurisht, diçka do të çaloj rrugës, ka dhe gabime, po kur ti shikojnë që disa gjëra e ke bërë mirë, kjo t'jep një motiv më shumë për ditën tjetër, sepse çdo ditë dita tjetër zvendçon ditën dhe kuptohet, ne bëm një gjë të madhe sot, por nesër kjo e sot me harrohet dhe duhet diçka tjetër, pa diskutim. Dhe sikur se e thash, jo vetëm sporti është përballja jote me publikun, të shohim shpeshherë në ora live. Pra, një profil jashtë asaj çka ti ke dashuruar prej vitesh, sporti, por një gjë që gjithashtu ti je familiarizuar. Ora live duket se është një sfidë ku ti je në kontakt vazhdueshëm me ngjarjen, me publikun dhe ta përcjellësh atë sekond pas sekonde, apo jo? Janë dy gjëra të ndryshme, të cilat në fillimet e mia kanë pasur vështirësi, jo vështirësi në kuptimin për ta përçuar, por frikë se si do e priste publiku. Pra, në kuptimin si do priste publiku nga netili i sportit tek netili i transmetimeve. Por, pak nga pak, në sport pothuajse kam kaluar vetëm në fundjavë, që është një emision që unë e bëj me shumë pasion dhe me shumë dashuri, që është emisioni i së dielës në orën 11, dhe duke i lënë hapësira kolegëve tjerë merren me përditshmërinë e sportit. Kjo edhe për shkak të impenjimeve tjera, dhe ti e di shumë mirë që televizioni ka shumë impenjime. Mund edhe të flesh në televizion nëse është e nevojshme për hir të punës apo jo. Kur e do puna, për shembull ne në zgjedhjet e 8 majit për zgjedhjet lokale të vitit kaluar, kemi bërë, jo ne, por gjithë stafi ka bërë një punë kolosale, duke nisur nga vetë presidenti i cili hante dhe flinte në zyrë. Dhe kjo është diçka krejt normale për njëri që vërtet tër jetën e tij ose pasionin dhe dashurinë e tij kushton publikut. Dhe pothuajse të gjithë. Dhe kjo është diçka për të vlerësuar. Nga i pari deri tek i fundit të gjithë me një qëllim, pra për të arritur më të mirë. Punonim pothuajse natën. Transmetimet vazhdonin një avresht pa ndërprerje natën në ora live dhe ne shkonim në shtëpi vetëm për të bërë dush. Pra çka do të thotë, gjithçka ishte e fokusuar vetëm tek dashuria që kemi ne për publikun. Të jetosh me televizionin pothuajse çdo ditë ëndën apo jo, dhe të marr kohën dhe pjesën më të madhe të jetës. Mua më merr pjesën më të madhe edhe në shtëpi për shembull. Unë televizori më rri vetëm tek Ora News, që është e vërteta. E vërteton në mënyrë të vazhdueshme çfarë ndodh. Po thua se është bërë edhe familja ime, është numri shkon tek miqit e Ora News dhe aty qëndron. Është gjëja e parë. Edhe pse në fakt ne të Channel One duan të jemi zgjedhja e parë ndër. Jo, sloganin e keni shumë bukur, ja, do të kaloj aty. Dhe çfarë bëj? Kur televizori kalon te Ora News, ti je i bindur që kompjuteri është në Channel One. Kështu që janë të dyja koherente në të njëjtën. Kompjuteri është në Ora News, ekrani është në Channel One. Do të jenë pandashme, pa diskutim. Sigurisht, ju do thoni po ju vetëm Ora News dhe Channel One shikoni, shoh dhe gjëra tjera por shumë të vogla, them të vërtetën. Madje duke qenë se ka ecur shumë edhe gazdaria online, pothuajse shumicën e lajmeve tipik kryesor, te faqe Ora News ose faqe tjera, por duke qenë kontakt me lajmin, koha dhe dëshira dhe pasioni i filmave televiziv ka kaluar? Ka humbur. Me Channel One do të rikthehet sërish kur të nisë programacioni me gjithçka të re që do të vinë. Në fakt, ti the nuk e dija se si do të vinte ky kalimi im nga sporti tek Ora Live. Tek ty si erdhi Nertil, ky përjetim si një nevojë për hir të profesionit apo si një gjë me të cilën ti vërtet nuk ishte nevojë, ishte një ofertë që më bën nga drejtuesit në atë kohë, sigurisht ishte vlerësim. Se kur dikush të beson, nuk është e lehtë dalësh në ekran. Absolutisht. Unë për shembull, të shuaj, e kam thënë herë tjetër, të shuaj një kuriozitet. Unë nuk ndihem as pak komod kur ti më merr në pyetje, por ndihem shumë komod nëse do më merrje mua në pyetje. Nëse unë ti të marr në pyetje. Pra janë dy gjëra që njeriu, pra ai që më shikon tani thotë, si ka mundësi që të ketë emocion ky njeri që pothuajse çdo ditë është në kontakt me kamerën. Është vërtet. Unë e kam këtë mangësi, nuk jam i mirë në të bërit analizë, por jam më i sigurt në të bërit pyetje. Sepse është profesioni me cilin ti jeton, apo jo? Por kam ato vështirësitë e mia në kuptimin, okej,
Jo se është një gjë e madhe të kesh vështirësi. Ndoshta ajo që mendoj unë është se nuk jam mësuar, duhet më ftosh më shpesh. Do të ftoj Ertil pa diskutim më shpesh me kënaqësi më të madhe për të pasur studio për çdo gjë të re, në fakt që do të mund të themi edhe për prodhimin e Ora Newsit. Në fakt, ky kalim më pëlqen të ndalem pak gjatë, sporti dhe Ora Live. Te këto dy gjëra në koncepte të ndryshme, por që bashkohen tek ty si personazh. Jam kurioze të di, fitohet një lloj personaliteti dhe e ruan në çdo gjë që ti bën në media apo mund të ndryshosh. Për shembull, për të qenë pak konkret, po ta shihni në Ertilin, emisionin sportiv të së dielës mbrëma, shihni një karakter impulsiv, i vendosur në gjërat që thot, shpeshherë tonaliteti yt mund të ngrihet dhe pak më shumë se ç'duhet, por po të shohim dhe në Ora Live, sado që imazhit mundohet jetë ndryshe, del tek vetja jote shpeshherë, apo jo? Në Ora Live ka një gjë që ti je moderator, pra ti nuk mund të ndërhysh, por thjesht ti do përçosh atë që ti ke thënë, atë që ai ka thënë, pra është roli i një moderatorit. Por ndodh që të duket pak dhe si në Ertili sportit. Po prap, okay, ndonjëherë edhe mund ta humbësh se të merr rrjedha, kurse në sport ti je tjetër gjë, pra ti je ai që drejton, që bën pyetjet, dhe ato pyetje do i bësh siç është në interes publikut. E qartë. Jo për modesti, por në studion e sportit unë jam i pa kompromis. Dhe jo vetëm unë, po besoj edhe pjesa më e madhe e Ora Newsit, një ndër, e të them një sekret, një ndër arritjet më të mëdha të Ora Newsit në 6 vjet, dhe kjo fal presidentit, zotit Ndroqi, është pavarësia. Askush mbase nuk e beson, i duket e çuditshme, por ti je e bindur, unë ta them me 100% i bindur, kjo e ka bërë Ora Newsin të ketë sukses të madh. Pavarësia, vërtet pavarur. Kur telefoni im nuk ka rënë, që presidenti i këtij televizioni thotë do marrësh këtë, s'do marrësh atë. Asnjëherë. Pra nuk ka ndërhyrje të këtij lloji, absolutisht çdo kush është i lirë të bëjë mirën për punën e tij. Vërtet. Kjo është diçka që një gjëja kryesore që duhet të ketë një gazetar është liria. Dhe për këtë duhet ta falenderojmë, sepse jo të gjithë janë të lirë. Dhe kjo është pasuria më e madhe që mund të ketë një televizion dhe kënaqësia më e madhe që ndjen një gazetar, liria. A ka gjë më të bukur se kjo? Që ti të mund të punosh plot dëshirë për cilë një gjë, sepse në fund fundit çdo kush që merr përsipër një projekt dhe të dalë në ekran, do dëshironte në radh parë për figurën e tij apo jo më të mirë, më pas edhe për ecurinë e medias ku ti je përzgjedhur ti jesh. Pra në momentin që ti si je indikuar, ti bën atë që bën. Shiko Alarmin, është emision investigativ. Alarmi, kamera e Alarmit shkon në shërbim të qytetarëve. Më thua një rast që Alarmi nuk është në shërbim të qytetarëve. Në momentin që Alarmi do ishte kthyer për interesa të dikujt, nuk do ishte më emision. Pra, vinë çdo ditë me qindra qytetarë, nuk do vinin me qindra, në rast se nuk do ishte punuar drejt. Pra ruhet balanci, apo? Absolutisht që është totalisht i hapur dhe për këtë unë jam i 100% i bindur, sepse jo se punoj unë, po sepse është e vërtet. Në fakt, unë jam kurioze të di edhe pak sa impaktin që mund kesh marrë ti personalisht nga konstatimet e përditshme, por edhe nga kolegët e tu që të rrethojmë për këtë ndryshim të formatit të Ora News, ku imazhet caktuara, të cilët për vite kanë sjellë me veçantinë e tyre projekte të rëndësishme në media të ndryshme, tashmë janë pjesë e Ora Newsit. Unë dala pak tek Jonida Sheun atë vonë ku çdo mbrëmje ky format vjen ndryshe, më pas nga Mustafa Nano, sigurisht një tjetër emision me një koncept jashtëzakonshëm dhe të veçantë. Okej, është e vërtet. Unë mendua me investimet e reja, me atë studio të jashtëzakonshëm nuk mund ta lë pa përmendur që shumë e bukur. Është vërtet fantastike. Është një pasuri kombëtare. Televizioni është një pasuri kombëtare, pra është i gjithë shqiptarëve, sepse televizioni vazhdon. Edhe studiot janë shërbim publikut për hir të vërtetës. Bordi drejtues i Ora Newsit me krye presidentin, zotin Ndroqi, mori kuptohet pas konsultimeve që u bë, sepse nuk merret asnjë vendim pa mbledhje. Kjo është më se natyrshme. Jo, kjo është nuk e di, mbase ata që na shohin tani thotë ky po bën publicitet, ky po e fut kot, ky po, okay, mund të tregojmë modest në ca gjëra, po janë vërtet. Po ai provon të gjitha. Jo, është e vërtet. Domethënë çdo gjë që bëhet me miratim. Askush s'do e besonte, po për disa ndryshime shumë gjëra tek Ora News i kalojnë me ngritjen e dorës, me vota. Dhe ka pasur, por ka raste që janë përmbysur, që kur mendohet se do bëje kjo, ka ndodhur e kundërta dhe është miratuar. Merret çdo mendim në konsiderat. Absolutisht. Nuk është vetëm një person, presidenti ai i cili të vendos pikat mbi i dhe të mos merret opinion. Madje në shumë, po në 90% të rasteve është stafi që i propozon presidentit dhe jo presidenti stafit. Çka do të thotë që liria është shumë e madhe dhe
presidenti ka arritur që me i staf që ka krijuar të ketë këtë televizion që ka sot. Mund të quajmë çel suksesi Nertil faktin ku nuk ekzistojnë ndoshta këto hierarki që ne jemi mësuar të shohim vazhdimisht, pra bashkëveprimi qoftë i më të mëdhejve dhe qoftë i punojësve deri më të thjeshtë, është një çelës për cilë më të mirën? Është e vërtet, është bërë një strukturë e cila vjon nga. Ne kemi fatin e madh që investitorin, pra presidentin e televizionit, ta kemi 24 orë në një kontakt vazhdueshëm për gjithçka. Ai është shumë i dashuruar dhe mjaft pasionat ndaj medias, ndaj televizionit, ndaj Ora Newsit dhe investimeve të televizionit Channel One. Ai ka dhe rolin e presidentit, por në zyra ai nuk është president, ato dhe vet. Ai është drejtori i përgjithshëm dhe hierarkia më pas është e ndarë në shkallë pas në dikasteret ndryshme. Unë për shumë mbuloj emisionet, unë jam më i ri se sa Muçnano, se sa Jonida Sheu, se sa Manbora, se sa i ri e Nertil se na bëre kurioz. Se sa kolegët e tjerë, dhe kam një marrëdhënie shumë të mirë, pa ulje dhe pa ngritje. Pra, ndoshta rritja profesionale nuk ka të bëjë fare me rritjen e moshës. Jo, është krijuar një farë stabiliteti tashmë, është krijuar, duke qenë se e gjithë grila programative është e mbyllur, Ora Newsi nuk ka më kohë. Çka do të thotë? Vjetëre. Nuk ka më kohë. Pra, nuk ka kohë sepse pothuajse çdo gjë është e programuar vetëm në raste të rralla, pra ku ne do të kemi një gjendje të jashtëzakonshme, ndërpriten transmetimet dhe atëherë te kalohet çdo gjë. Por që e gjithë grila programative është e mbushur. Dhe kjo duket mjaft mirë teksa shoh Ora Newsin, shumë shpejt edhe Channel One ne kemi premtuar dhe edhe me bindje këtë fjalë sepse ndryshimet sapo kanë nisur. Me sa kanë dëgjuar po bëhen investime shumë të mëdha. Le t'i lëm surprizë në momentin kur do të jenë të gatshme, e rëndësishme është dëshira e mirë për ta ngritur aty ku meriton të gjithë këtë investim edhe me dëshirën dhe pasionin e madh. Nertil, unë uroj shumë sukses në punën tënde. Ishe mirë dhe në rolin e të ftuarit. Shpresoj dhe... Ja dole mban. Jo, nuk e di, po më kapja dëshira që të më ftosh dhe herë tjetër. Pa diskutim që po, dera jonë do t'jetë e hapur për të gjithë miq për t'i pasur në studio. Kështu kemi përfunduar edhe transmetimin e ditës së sotme për të thënë edhe transmetimin e kësaj jave me emisionin One Morning në ekranin e Channel One.